27 pemë rapi 135 vjeçar të mbjella prej vrionasve në vitet 1880, kur edhe u hodhën themelet e qytetit të Fierit po thahen, duke paraqitur rrezik për kalimtarët, por edhe automjetet që kalojnë pranë. Kjo është e vetmja rrugë që lidh qytetin e Fierit me Vlorën. Quhet ndryshe dhe rruga e Rrepeve. Quhet kështu sepse në kohën kur vrionasi ndërtuan qytetin e Fierit, mbollën rreth 100 rapenj në këtë rrugë. Tashmë që ka kaluar shumë vite, rrepet shekullor janë bërë problematik jo vetëm për kalimtarët që kalojnë në këmbë, por dhe për automjetet. Banorët e zonës që kalojnë çdo ditë në këtë rrugë pohojnë rrezikun ndërsa i bën thirrje bashkisë të Vejdor duke i krahasitur apo prerë pemët shekullore. Ka rënë një rast e di që ka rënë, deg. Shumë keq bile janë sepse Duhet të marrë masa bashkia? Po. Duhet të marrë masa bashkia patjetër. Rrezikohet jeta e njeriu. Janë shumë të thata. Edhe bëhet problem, para ca kohësh me fjalë mos gaboj pa 6 muaj, një viti, një deg me fjalë që kaput. Ka të rrezikshëm janë për kalimtarët dhe për automjetet. Ora minutë rrezik me këtë që është sot, edhe kryetari bashkisë kalon në kokë ditë binte, pa ti presit gjithat që janë farë, se gjithë degat në tokë bjen. Pemët e rapit kanë lartësi 13 deri në 15 metra, me diametër të trungut që varion nga 100 deri në 250 cm. Disa prej tyre u dëmtuan gjatë punimeve për zgjerimin e rrugës automobilistike, me propozim të Ministrisë së Mjedisit në vitin 2002. Pemët e rapit në Fier janë futur në listën e monumenteve natyrore në Shqipëri, të grupuar sipas qarqeve në funksion të zonave të mbrojtura.